Bismillahirrahmanirrahim. Tema e dytë është kërkimi i ushqimit ose pijes tërthorazi nëpërmjet lutjes. Autori ka vendosur këtë titull dhe është titull pak interesant, që nëse të vjen keq dikun ose jemi në një pozitë dikun që nuk din çysh muxhin, çysh me lyp ushqim, e thu që dua, e bën që dua sikur që më thon o Zot, më shiroj ata që ma bën çarën mu tash jam mund atë, ose që jam ose që jam i etur ose kështu diçka. Edhe me kuptu pasaj njerëz edhe muqume me ta mundsu ty ose me ta ofru ty një ushqim. Pejgamberi sa thot Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. O Zot, ushqeja atë që më jep ushqim dhe jepi të pi atij që më jep të pi. Edhe ky e ka një rast, edhe që ky hadith e ka një tregim. Është një tregim interesant që transmetohet prej sahabijut el-Miqdad ibn al-Aswad. Thot, isha një herë me dy shokët e mi, isha ju rritur shumë. Edhe mu munduam të kërkonim të shokët e pejgamberit sa diçka, ta paraqitnim veten që jemi të rritur, po nuk arritëm asgjë. Do të ose shokët e pejgamberit nuk e kanë kuptuar gjendjen e tyre, ose edhe ato s'kan pas mundësi më dhon diçka me hongër edhe me pi. Thot derisa shkum te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i tregum që jena të rritur edhe po kena nuk po gjejmë askund me hongër dhe me pi. Këto kanë qenë prej atyre personave që kanë banu në xhami. Ju kanë disa persona që s'kan pas familje, s'kan pas shtëpi, si ju kanë të martuar, ju kanë fukara, edhe kanë banu në xhami në Medinë. A diti kush që kanë pas emrin këto? Shyn çujt, kanë pas një emër special. Këto janë quajtur ehli suffa. Ehli suffa. Sufi thonë aty në jaknave, gujave, të likurës që janë. Edhe domthon të likurës egër. E këto janë quajtur me këtë emër për arsye se për shkak varfërisë nuk kanë pas tesha të mira të veshme. Kanë pas tesha të vrashta trup. Edhe janë quajtur kështu. Nëse ky thot, masi që shkum të pejgamberi thot i kena 3 dhi në shtëpi, edhe mjelni dhit edhe pim qumsh bashk. I mjelni dhit e bani qumshtin gati edhe pim bashk. Kur pim masi kthehej në shtëpi natën, masi të përfundon dita, e mjelni dhit, pini jo për veti edhe malini mu një pjesë. Dhe pejgamberi sa më shkon pastaj, çdo natë me fal namaz natës në xhami. Thot ky transmetuesi el-Miqdad radhiyallahu anhu, thot hynte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jepte selam me një selam që e dëgjon ai që është qut dhe nuk i del gjumi atij që është fjet. Domthonë as nuk ka dhënë selam të madhe mi tranu, mi trishtu, mi çupe gjumit, po as nuk e kalon mos me dhon selam hiç se fjet janë. Ja, ka dhënë selam sa është pej edebit, pej edukatës, kur të hiç dikon me dhënë selam. Ka dhënë selam të vogël, selam aleikum. Kush shkon çut e kanë? Kush shkon fjet se ka prish gjumin. E thot u falte në herë, mirë të abdes, u falte, pastaj shkonte te qumshti edhe e merrte pjesën e vet çka kanë do këto së bashku. Thot një natë thot u merr shejtani, edhe ja nisi me i kallzu do derse në kry. Tha më tha qëre, pejgamberi sa mësot ka shku të një takim që e kam pasë në sartë. Aja tje ka pi, ka hongër edhe ungi. Pijet edhe pjesën e pejgamberit se s'ka problem. Thot edhe, ju binda menjës teme, unë bindi shejtani, thot edhe e pita. Kur e pita, thot më shkoj më barkë më krejt, përfundoj, tha, atëherë, janë i tha menu që e pita unë e pjesën e pejgamberit. Që tha që ja kina doj, ja kina lon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot pastaj erdhi shejtani dhe më tha, ti e ke pi pjesën që e kanë dhënë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi ka me bu dua kundër teje. E nëse pejgamberi bën dua kundër teje, ti ke më shkatërru. Tha dhe ja nisa mu sikletov. Mos më mëzon gjumi. Tha dy shokët e mi fleshin, tha une s'më isha me fjetë. Tha e po tani që shafa që
herë kur e mlesha kokën, më shpleshin kokën. Kur e mlesha kokën, më shplej kjo koka dhe rresh ato të e bo që të lëvizje se prej sikletit. Thot derisa hini pejgamberi sa, edhe nuk e ka po, ka menduar që ky është fjet. Edhe i fali namaz, sa ka fal, shkoj te qumshti aty kur e po i zbrast. Edhe e boni që do. O Zot, jepi me hongër atij që më jep mua me hongër. Edhe jepi me pi atij që më jep me pi. Thot kur e pash që e kapi gotën, ky sahabi thot me pi edhe e pa që tha unë tash tu këshir që ai ka më bë dua kundër meje. Thot ta këshir çfarë duaje po bën. Thot kur e nita tha që e bëni që dua, thot ju më qiu shpejt e shpejt. Se te ky shumë rëndësia çka ka thonë pejgamberi sa. Ju më qiu shpejt e shpejt e ku marr një thik edhe ku më shku thash ti ta prej njërin prej atyre deleve special për pejgamberin t'ia bëj një gosti. Kur shkova thot, tu tri ato dele që i kishim mielën, prap kishin qenë të stërmbushura me qumsht. Prap ishin mbushur. Kjo është prej mrekullive të vogla që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot kur e pa ashtu atëherë thot nuk pat nevojë me prej, thot i mora e musha thot pjatën me qumsht derisa kjo shkuma e qumshtit thot dol gati jashtë pjatës. Shqithojnë shkumës qumshtit? Shqithojnë ajo që dalë kryet? Ja maza, jo. Veç shkuma? Aha, tash më s'ka një shprehje tjetër. Derisa shkuma e qumshtit dul thot gati jashtë, domthonë e ka mush. Thot edhe kum shkuja edhe pjaja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi nuk po din, as po din që ky e ka pi, as po din kur xha. Pjaja po i tham pi. Tha, a kini pi ju? Tha, pi, veç piti. Tha, piti. Tamon e piti një pjesë e ndali, tha, faktikisht po don me menu për këto tjerë, po jo, pi, apet. Thot, edhe një herë, deri në tretën herë, apet pi, kur e poshta që unë gop, tha, ja nisa me kesh, pe gzimit, kë sahabia tha, deri sa rashin kokë kër shpinës të kesh. Edhe kur unë po pejgamberi sa më të kesh, tha, unë tha, a mos është që kjo e kesh me jote, njona pej që ti në dredhijave tua që s'pe kuptoju në shkash muhabeti. Mos ke bo në e farë dredhi që unë s'pe kuptoj. Cila është e dredhi që e ke bo? Edhe pastaj kyja ka tregu pejgamberi sa më krejt tregimin. Thot, qështu më ka ndodhë. Pastaj pejgamberi sa sallam thot, kjo ka qenë hajr. Do më honë, kjo rast që ka ndodhë, ka qenë hajr për juve, edhe pastaj ka thonë sikur ti kishe thirrë edhe këto dy shokët e tu kishin pi bashkë me neve. Thotë mjaftoi thotë mu thotë që ti pire derisa u ngite, thotë edhe mu më roki duaja jote. Se pejgamberi çka ka thonë? O Zot, jepi me hungër atij çka më jep mu. Edhe jepi me pi atij çka më jep mu. Edhe këtij u mundsu me shku me miel enka special njërën prej dhive me mush qumsht edhe mungi pejgamberi me qumsht. Interesant, subhanallahu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas as me diskutu punën e qumshtit. Zakonisht njerëzit e mëdhaj nuk kapën për çështje të vogla. Nuk kapën për çështje të timta. Njëri që ka edukat të madhe, moral të madh, nuk i bojnë përshtypje senet e vogla, gabimet e vogla të njerëzit. Çështjet e thjeshta nuk i bojnë përshtypje. Pse se e ka tregun e ka më të lartë, s'nalët te imsinat që bina për tokë. Për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në hadith, inna Allah yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safasifaha. Allahu i don moralet e larta dhe i urren imsinat. I urren imsinat. Njëri që kapot për imsina s'ka mundësi me pas shok. Njëri që kapot për çështje të thjeshta, të vogla, mdoko që të lëvizë, çështo mdoko që të ja bënë, çështo mdoko, s'ka mundësi me pas shokaj. Normalisht me pas shkuti, me pas lënë një takim edhe me do ushqimin çdo përgjysë edhe më kthyti pej punës edhe tjetër me hungër ushqim edhe me pa të fjet edhe ushqimin tot mos me pa, ma më mëne se li pe njëve kish mi qu të tre pe gjumit.
Kesh me thonë vallahi po vleni, po më pas një hungur mu ushqimin. Po pejgamberi sa më ka tejkalu sikur që mos më pas ndodh hiç. Dhe kjo është një pjesë për pjesës së edukatës pejgamberit sa që domthon ka qenë pjesë e pandashme e tij. Autori pastaj e ka sill si titull këta, që nëse s'munësh diku në mili po shqim qitja pak për okolla. Ban dua për ta, e nashti ati pikujtohet, po thot nashti Zoti ja letson atij domthon ja zbut zemrën, ja kthen mendjen dhe thot morë çu ky buni dua kush jep për shqim ti çon ti japun diçka. T'ja qeli udhën se buni dua për ata që ja ofrojnë mundësinë me hungur ose me pi. Dhe kjo është nxjerr prej këtij hadithi. Walhamdulillahi rabbil alamin.